një organizator që në çdo tender dhe prokurim publik ka kryer krime dhe për këtë arsye nuk mundet të pretendohet se kush ha dardha pas shpinës time. Baxhanaku ti e ngrit dardha pas shpinës. E ka ngrënë Ergyes Agasi që pinte 33.000 euro një shishe verë. Ka ngrënë te Durana Resort, ka ngrënë te rrugët që po bëhen me monitorim me kamera Smart City, që është një aferë më vete. Aferë më vete Smart City? Smart City aferë më vete? Aferë, sepse 50.000 euro një kamera sigurie. A ka vend dhe kush po i vendos to kamera sigurie? Që duhet tetohen, sepse këto kamera sigurie mund të synojnë në mënyrë të drejtë për drejtë. Mos është me gjithë shtyllën e Karanja, 50.000 euro. Me gjithë shtyllën besoj, se pa shtyllën edhe me hapjen e gropës me lopat dhe me kazën. 15.000 euro një kampi, një kamer trupi policie 15.000 euro. Ku janë këto? Ku i gjenë? Ku i kanë gjetur? Kush i ka prodhuar patentat dhe a është transparente prokurimi publik? Dhe kush është personi që e firmosi? Kjo ka pak rëndësi. Kjo ka pak rëndësi. Lamallari që ngrit në detyrë firmosi dhe tenderin. Dhe ky është tender sekret. Është tender sekret. Problemi këtu është origjina dhe burimi, domethënë, i kompanisë që menaxhon dhe ka shitur këto që do menaxhoj sistemin, në fakt është i kompani, le të themi, arabe, por që ka dyshime për lidhje ruse dhe kineze. Kjo është kam informacionet të kësaj kompanie. Kompania është e tillë. Kompania arabe ka bërë financimin për investim. Ndërkohë, është pretenduar se do bësh i prokurim publik dhe janë bërë dokumenta fiktive se janë duke u kryer tenderat. Ndërkohë, ajo është paracaktuar te kontrata që është lëvruar fondi nga kompania në fjalë, është paracaktuar që këtë investim do ta bëjë kjo kompani. Ndërkohë në Shqipëri janë bërë prokurim publik. Gjoja që po bëmi tender sekret sepse interesonte që të menaxhoheshin fondet. Langozi, këtë e tha kryeministri që kemi tentuar të bëjmë marrëveshje, bile se ka lutur shteti shqiptar këtë kompaninë. E ka thënë publikisht, unë biles nuk e dje që do ta diskutonim këtë, se mund ta kishe vendos citim kur e thot kryeministri që ja kanë bërë unë kërkesën që para 2 vitesh dhe shqyqyri që po vin ta bëjë. Kush është kryeministri që del edhe na thot ne i bëra unë propozim që të jetë me miliarda euro, 50.000 euro një kamer. Kush është kryeministri që i menaxhon këto lek? Mos ka ngrënë gjë kumbulla e dardha kryeministri në këtë aferë. Pra ka komisione, nuk mundet të dalë kryeministri i thash unë këtë, Karçana nuk ka mundësi Karçanaj që të blejë një shtëpi. Kush është ky kryeministri? Na del kudo. Ne unë e kuptoj që kryeministri është dirigjenti i gjithë dhe kontrolluesi i gjithë fondeve, po jo shpërdoruesi. Pse kur do kryeministri që nga ai i pari, kur nuk do, nuk ka përgjegjësi. E qartë. Pra unë mendoj që të gjitha aferat të bëra dhe ku kryeministit paktën ku i bën në mbrojtje, si Mirlinda, duhet tetohen. Pse kush është interesi që e merr në mbrojtje Belinda Balluku? Kush? Pse e morën në mbrojtje Belinda Ballukun? Se vun përpara përgjegjësisë. Si shpun Benameta, si shpun Sali Berisha, unë ja pro, çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë tetohet. Tetohet ta marrë vesh kush janë. Po mirë, me komision. Meqense më qëndrove tek çështja Balluku. Unë nuk të kam pyetur faktikisht, po sepse sonde po lëm Karanja të kërkojmë çikim dije sonde po meqense kemi mik për të parë Langozin, ne miqt i respektojmë pak më shumë se Karanjën e kam më vjen her pas here Karanja i gjen kohën për të dhënë mendimin e tij në hapësirat mediatike, siç është edhe emisioni im këtu Skrin Krimi që e vlerësoj, po të kërkoj pak dije se për çështjen Balluku ç'mendon? Domethënë, ku haset rezistenca dhe rezistenca haset në kuvend, se po bëj dhe unë i pyetje tash shumë naive ku haset rezistenca, po përse haset rezistencë më saktë? Rezistenca për mendimin tim haset në çdo vend. Duke qenë se Balluku doli hapur në afera korruptive dhe dosja ishte e plot, atëherë prokuria e posaçme me ndikimin e kryeministrit e ka vendosur me një masë sigurimi dhe masa sigurimit ishte pezullim nga detyra. Të gjithë prokurorët dhe juristët e din shumë mirë që ajo është një masë e gabuar. Dhe kjo është bërë me qëllim që t'i japte rrugën një konflikti artificial, prokurori dhe qeveri. Dhe për këtë arsye dhe gjykata kushtetuese ishte në ato dilemat e saj dhe me gjithë të mirëgull që krijoi vetë prokuria e posaçme e ka mbrojtur Belinda Ballukun. Se kush e pengoi prokurinë e posaçme që ti drejtohesh parlamentit me heqje imuniteti? Askush. Ti drejtohet,
heqë imunitetin dhe të mbaronte punën ta bënte edhe në burg, ta çonte në burg, siç ka çuar persona të tjerë. A mund ta bëj spaku, mund ta bëj spaku me një akuzë më të rëndë, për shembull, gjithë diçka aty, ka kapacitetet, ka diçka në dorë, çfarë informacionesh, pra, a mund të keni një informacion të tillë? Po tjetër, sepse vetë nga prokuroria e posaçme 300 apartamente, kanë dalë komunikime që janë dhënë në tendera oligarkëve me porosi të kryeministrit, me porosi. Dhe kjo është që kryeministri e mbrojti në rastin konkret duke i refuzuar heqjen e imunitetit. Sepse nëse do ishte heqja e imunitetit, gjitha ato porosi që janë dhënë Ballukut nga kryeministri, do hetoheshin dhe do vihes përpara përgjegjësisë kryeministri. Kështu që luajtë të lojën dhe ja dolën. Pra, mendoj që mbrojtja nuk është vetëm nga qeveria apo nga parlamenti, është dhe nga prokuroria vetë. Prokuroria vetë. Po, patjetër, sepse ne duhet të kënaqemi me të shohun, ne kërkoj heqje imunitetit për këtë. Po veprimet, a janë të ligjshme veprimet e kryera nga prokuroria e posaçme? Padyshim që jo. Ne e qartë. Mirë, unë dua që të ndalemi tek një tjetër çështje dhe kam përshtypjen që edhe për ju Langozi dhe për Karanxhën është një çështje me shumë rëndësi. Do flasim për një organizim midis medias dhe drejtësisë. Regjia Signën rikthehem për diskutim. Tani, antar, le themi të drejtësisë, avokat, e tjerë me radhë, ish prokuror, ish gjyqtar, antar të medias, tashmë kanë krijuar një grupim të tyre ku Langozi në njërin anë është pjesë, po ashtu edhe Karanxha. E nis me ju Karanxha. Tani, çfarë është ky grupimi media dhe drejtësi? Çfarë synon, çfarë impakti ka për publikun, sa i rëndësishëm, sa do vlej, jetëgjatësia sa mund të shkojë në këtë historinë e përplasjeve, konflikteve që ka drejtësia ndër vete dhe me të tjerë aktorë? Media dhe drejtësia janë dy sektorë të jetës, të cilët kanë shumë aspektet përbashkëta. Siç po diskutonin edhe më parë, gazetarët investigativ tregojnë për ngjarjet, diskutojnë, informojnë opinionin publik. Nga ana tjetër dhe organet e drejtësisë duhet të marrin provat sipas ligjit. Pra kemi një balans, kemi një simbiozë më saktë, një qëndrim të tillë që media nga njëra anë dhe drejtësia nga ana tjetër. Është e vërtetë që është një shoqat për herë të parë që krijohet. Dhe mbledhjen e parë ka bërë në datën 14 shkurt, domethënë mbledhjen e parë publike që ka qenë për publikun. Drejtësia, flasim për drejtësinë sepse jemi disa antar, domethënë që kemi qenë pjesë e sistemit të drejtësisë dhe prapë jemi, sepse edhe avokati është pjesë e subjekti i procedimit penal. Konkretisht, domethënë merremi me problemet që janë hasur sot në sistemin e drejtësisë. Sistemi drejtësisë sot është një krizë të thellë që vjen pikërisht për shkak të reformës në drejtësi. Nga viti 2016 dhe mbrapa, sistemi drejtësisë po kryhet gradualisht, gryhet si punë një miu që kput litarin dhe litari sot që ne flasim është drejt kputjes. Po si u gryhet? Çfarë ndodhi sepse ne nuk e kuptojmë. Unë po bëj rolin e le të themi dikujt që nuk e kupton. Thonë si u gryhet sepse ne bëm vettingun. Kush do të qëndronte? Qëndroi, po themi ne, kush nuk do të qëndronte? Nuk qëndroi, disa u larguan vetëm me dëshirë, dhe jemi në këto kushte kur kemi ndërtuar SPAK dhe GKK dhe prokuroritë e rrethave, gjykatat që vazhdojnë tani. Pyetja juaj është e drejtë. Kishte nevojë për pastime, duhet pastroshim. Kjo është pak a shumë. Domethënë që thuhet. Por për çuditërisht ne kemi Italinë, e njëjta reformë që deshte të bëhen në Shqipëri u bë dhe në Itali. Dhe populli italian tha stop, tha, ju nuk mund të fusni duart në drejtësi. Këtu ne kemi futjes nga politika duart në drejtësi. Është bërë një propagandë e madhe, është mashtruar populli shqiptar në mënyrë spektakolare. Në vitin 2016 ka pas 16.000 dosje të bartur, ai tha popullit, shumë dosje tha, zgjasin gjyqje 3 vjet, shumë 3 vjeta. Neve do ta shkurtojmë afatin. 3 vjet duke qenë një rast i veçantë, se për 2 vjet mbaronte gjithë filtrat gjyqësorë, nga shkalla e parë gjykatë kushtetuese. Për 2 vjet. Për 2 vjet? Për 2 vjet mbaroni keni statistikat. Nuk e pas shurje paraburgimesh. Sot po dalin njerëzit nga burgos se po shuhen paraburgimet dhe nuk ma kush përgjegjësi. Bankësh si sot. Kalon afat e paraburgimit. Do të dalin arrest shtëpie. Dolën detyrim paraqitjes se ishin arrest shtëpie. Po pra, tani çfarë po ndodh? Të ndodhte kjo me drejtsinë e vjetër,
dorëzoheshin çelësat, pra lej puna dhe kemi regres. Pra në drejtësinë kemi regres. Dhe çuditërisht ne kemi italian tek ONM-ja. Çfarë do i thonë këta shqiptarëve? Kur në Itali nuk u la të bëjë reformë. Dhe këtu ata vinë na japin leksione në emër të reformës. Pra një vend i Bashkimit Evropian që është Italia, je ndjeni, nuk u bë, këtu u bë. Dhe këtu qëllimi i reformës ka qenë që në fillim, sepse ka pasur dhe element huaj. Dhe ne ku e dim ne që janë pavarësisht se jemi aleat NATO-s, janë vende jo mike që synojnë shkatrimin e sistemit gjyqësor. Dhe sistemi gjyqësor është shkatruar e para që është e padiskutueshme. Po mirë, këta mi apo themi erdhën këta nga jashtë. Na duan të keqen këta, ne se do ta bëj pyetjen. Po ne kaq le të themi pasyeshim në këtë histori të kuptonin çfarë po ndodhte. Andi më vjen keq, por shqiptarët sot çdo gjë e lidhen me ndërkombëtarët. E tha ndërkombëtari, thotë ai. Po, është e vërtetë. E tha ndërkombëtari, e ka gabim, nuk e kuptoti pra, por është gabim. Pra kur e thot një ndërkombëtar, vjen e na vërtet, neve s'flasim. Edhe kur vin ndërkombëtarët në për seminare, thon patatja mbillet tokë, po themin në tokë mbillet. Sigur nuk e dimi që mbillet në tokë. Pra vin pleq dhe na japin leksione për anë. Pra, neve këto na thon patatja mbi tokë dhe jemi po gjithë lumtur dhe duart rokazit. Por neve duhet të bëjmë interesat tona. Pra neve duhet të bëjmë kur diçka është gabim, se pse nuk u bë reforma, është propozuar edhe në Kosovë, është propozuar edhe në Maqedoni. Pse u ndërprej? Edhe Italia, vendi i Bashkimit Evropian u ndërprej. Dhe populli italian me drejt e ndërpreju sepse do ishte shkatrim sistemit të drejtësisë. Pra pse bëhet në Shqipëri? Kjo është pyetja. Bëhet se me ne bëjnë prova ande. Bëjnë prova me popullin shqiptar. Ne tallen, qoftë me sistemin e drejtësisë, qoftë me ushqimet e skaduara, qoftë me tenderat e me gjotë, qoftë me pronën që tallen me shqiptarët. Problemi që ka këtu me pronën nuk i kemi me asnjë vend. Dhe këto vinë si pasojë e viteve të caktuara. Vjen një ndërkombëtar thot ndryshe, vjen një nga Gjermania ndryshe, një nga Hollanda ndryshe, një tjetër ndryshe, dhe ne i jemi bën një miks, një kaçurrel që nuk ka burr nonë me i dhon zgjidhje më. Dhe faji shijoni. Ne duhet shohim problematikën e vendit dhe reforma ndërsi ka pasur, po ka pasur. Me një modifikim thjesht, ishte bë Spaku, se Spaku, të gjithë prokurorët e Spakut, gati 90% janë prokurorë e krimeve të rënda. Po. Atëherë ç'ishte gjithë kjo zhurmë e madhe? A janë këto? Me një modifikim, dyshimin e 75-a dhe vetimun e botës Spaku. Për çdo person që ka dyshime për akte korruptive e kapte. Nuk ka nevojë të shi që të bëhet gjithë ky investim. Dhe një nga qëllimet e shoqatës që e mbulon ana e drejtësisë, që kemi mbajtur dhe një fjalim, një referat mbajtur. Verifikimi sa para kanë investuar Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Sa para janë investuar? Po them mund tash janë investuar 400 milion. Tani ku do të dalë? Janë vjedhur të para. Janë vjedhur? Janë vjedhur. Dhe një nga detyrat e shoqatës, se Zoti Dhangozi është sekretari i përgjithshëm, është verifikimi ku kanë shkuar parat. Dhe do bëhet kallëzim tek Olafi. Do bëhet kallëzim për këta hajdut të cilët i kanë marrë parat, i kanë futur në xhep. Në vend të investonin gjykata të reja, sot s'ka kushte. Gjykata e apelit është te zjarfiksja. Prokuroria e Tiranës është kushte mirane. Gjykata është tek ish të thëteta, gjykata penale. Pra ku kanë shku këto para? Ku kanë shkuar? Pa patën të ishte bën një pallat drejtësie, të ishte bën diçka. Pra ne detyra e shoqatës është përcaktimi sa është shuma totale e donatorëve të hedhur, dhe e dyta, ku kanë shkuar parë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Sepse çfarë ndodh andi? Është diçka shumë e rëndësishme. Me paratë e vjedhura bëhet dhe PR-i në fund çdo viti. Në fund çdo viti bëhet PR-i që reforma ndërci ka ecur, po përçëdohen zyrtarët e lartë, ka rezultate pozitive, ndërkohë anashkalohet qëllimisht shkatrimi i sistemit të drejtësisë. Dhe kush është shkatrimi? Sot qytetarët shqiptar nuk realizojnë dot drejtën e tyre nëpërmjet gjykatave. Gjykata është shkatruar. Shkosh një paditje gjyqi herë 6 muaj. Jo për faj gjyqtarëve, po për faj të bllokimit të sistemit për 6 vjet, heqjes profesionistëve pa kriter, dhe tani ne jemi të bllokuar. Dhe kjo gjë mçifet. Dhe kjo mçifet qëllimisht me parat e vjedhura të Bashkimit Evropian. Okej, atëherë kjo është një pretendim i fortë që sigurisht në qoftë se deri në moment të caktuar kjo që thot Karanja mund të provohet, sepse do të kuptojmë që personat janë
ish pjesë e sistemit drejtësisë, janë ish prokuror dhe nuk besoj që nuk e kanë pra të vështirë, dhe kanë të vështirë për të zbuluar diçka të tillë deri në fund. Langozi, tha që ju jeni sekretar i kësaj shoqate, ku mendoni të shkoni me këtë bashkim, cila është ndihma që i kërkoni ju medias, meqenëse sepse është media dhe drejtësi, dhe që unë jo pa qëllim po përpiqem ta trajtoj sonde këtu, meqenëse unë jam pjesë e medias. Këtu kemi dy profesione të cilat kanë një historik të përbashkët. Të mos harrojmë para viteve 40, edhe media dhe drejtësi ishin dy profesione që sapo lindën në Shqipëri. Në kohën e diktaturës, 50 vite diktaturë, edhe media dhe drejtësia u shfarosën, pra kishim vetëm një televizion kombëtar që bënte propagandë nga mëngjesi darkë qytetarëve shqiptar. Njëkohësisht avokatia, një ndër profesionet që është e drejtë e njeriut dhe është zëri i çdo lloj qytetari, u diskriminua, u shfaros në kohën e diktaturës. Kanë dhe sot që flasin për demokraci, nuk respektohen, qoftë nga prokurorët, qoftë nga gjykatat, apo edhe nga institucionet tjera shtetërore. Të mos harrojmë që prokurorë dhe gjyqtar janë bashkë dhe avokati diskriminohet në mënyrën më arbute të mundshme. Të mos harrojmë që prokurorët dhe gjyqtar futen nga njëjta derë në sallën e gjyqit, shkojnë bashkë në dhomën e këshillimit, marrin vendime bashkë dhe kjo është i drejtësi që në dukje nuk është drejtësi. Pra ne nuk kemi standard, sepse fillon që nga mënyra organizimit të sallave, që nga mënyra organizimit të futjes prokurorëve në salla gjyqesh, mënyra se si një prokuror nuk respekton solemnitetin. Bashkë në seminare, edhe shkolla magjistraturës është problem shumë i madh se prokurorë dhe gjyqtar shkollohen së bashku, kanë të njëjtën frymë dhe janë kolegë në fund të ditës. Ndërkohë avokatia është një profesion që e trajtojnë si jo të domosdoshëm, edhe thjesht nga ana formale një avokat duhet të jetë prezent, jo nga ana materiale, pra që të bëjnë një mbrojtje efektive. Dhe ne kemi parë shpeshherë që vendimet gjyqësore janë noterizim të kërkesave të prokurorit, vlefshmëria akteve merret e mirëqen vetëm se e thot prokurori, dënimi jepet vetëm se e kërkon prokurori, pra drejtësia pothuajse është inekzistente sot. Për këtë arsye, ne kemi filluar jo vetëm për reformën e drejtësi, por kemi një mision më të gjerë. Që ne të kontrollojmë mënyrën se si funksionon drejtësia. Që nga krijimi i gjykatave, i kemi drejtuar shkresat të gjithë institucioneve të drejtësisë, gjykatave, të mos harrojmë gjykata e Sarandës, është gjykata e kohës Zogut, që quhet gjykata e Paqit në atë kohë, është gjykatë pa standarde. Njëkohësisht dhe gjykatat e tjera janë pa asnjë lloj standardi. Flasim për çështjen e godinës, infrastruktura. Po infrastruktura sjell drejtësi në dukje, sepse drejtësia vetëm duhet bëhet, po dhe duhet të duket se si bëhet. Kur unë shkoj në sallë gjyqi dhe shikoj një prokuror që më futet nga dhoma e këshillimit, atëherë unë si avokat çfarë duhet mendoj, që do kem drejtësi? Padyshim që jo. Pra që këtu fillon standardi i një drejtësie europiane që duhet fillonte nga godinat, nga investimi, nga mënyra se ku qëndrojnë avokatët, ku qëndrojnë prokurorët, ku qëndron publiku. Pra nuk kemi infrastrukturë, e para. E dyta është që ne kemi një numër të lartë denoncimesh për zvarritje të proceseve. Ne kemi rreth 50.000 dosje në gjykatën e apelit që nuk janë shqyrtuar. Dhe pse ka ardhur kjo? Ne jemi drejtuar në shkresë dhe gjykata e apelit na ka kthyer përgjigje sepse nuk janë plotësuar vendet për arsye se këto vende mbahen me ndikim të paligjshëm nga kolegji i posaçëm i apelimit. Pra që janë këto antarë që kanë bërë vettingur, meqense këta po bëjnë një punë sipas ndërkombëtarëve dhe në interes të qeverisë dhe politikës, duhet që të kenë një vend në gjykatën e apelit dhe nuk i intereson drejtësia këtyre në bashkëpunim bashkë me KLG-n, e mbajnë vendet vakante dhe nuk kemi gjykime. Pra, nuk kemi efektivitet në gjykim të shpejtë. Edhe një moment, po më thua që Këshilli i Lartë Gjyqësor po mban peng emërimet në gjykatën e apelit për shkak të një kërkese që po bëjnë antarët e komisionit posaçëm të apelimit që kërkojnë të bëjnë ata pjesë e sistemit? E kanë mbajtur peng që nga viti 2022. Pra, në qoftë se ne do të referohemi përgjigjes së gjykatës së apelit, kemi 39 gjyqtarë. Po? 39 gjyqtarë nga 87 që duhet ishin. Nga 87? Dhe nga ana tjetër kemi 87, po.
nga ana tjetër kemi një kthim përgjigje po nga kolegji i posaçëm i apelimit ku i ka drejtuar KLG-s dhe thotë që ne